Përshëndetje që të gjithë ndjekësve dhe dashamirësve të mi, më në fund erdhi dita. Ju do thoni shumica që ç'ne ky se ky është në burg në 313, por ja më pas shumë vuajtjesh edhe me një luckë kafeje që e kisha ruajtur poshtë themrës, arrita që prej që nga tetori duke gërmuar nga pak, gërmova hapa një tunel të vockë dhe dola. Nga aty vajtën e ajo në ish dogana, ku janë ato putat e Durrësit, ja futa për Durrës. Në Durrës mora këtë varkën se kisha kushtuar një 6-7 lekë, e mora këtë varkë me qera. E tani jam rrugës duke ikur për në Itali. Tash që një do thoni për shembull që kjo është fotomontazh, nuk ka shanse se e para punës një është video, nuk është foto, dhe e dyta unë s'para kam në një kështu tip gjë që me montazhet me këto. Kështu që sapo të arrin në Itali do i hyp se po pret një miku im avionit në Argjentinë, dhe pastaj do bënë një kështu azil politik si Hitleri e këta që thoshin, që ikën andej në Argjentinë. Gjithsesi, shumë faleminderit edhe miru pafshim dhe gjithë të mirat, ahoj, ahoj, ahoj.